Territori shqiptar për datën 23 mars 2026 do të karakterizohet nga kushte atmosferike të paqëndrueshme me vranësira dhe rreshje shiu në disa zona, ndërsa në pjesë të tjera do të ketë intervale me diell. Paraditja do të jetë me vranësira në shumicën e territorit dhe rreshje shiu në zonat qendrore dhe juglindore. Pasditja vijon me përmirësim gradual të motit në disa zona dhe intervale me diell. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 2 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 15 gradë Celsius. Gjatë ditës priten rreth 4 deri në 6 orë me diell. Era do të fryejë lehtë deri mesatare nga drejtimi perëndimor me shpejtësi 2 deri në 5 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ballë. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë i ulët rreth 3. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 5:32 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 18:02 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë: Shkodër 8 deri në 14 gradë Celsius, Kukës 4 deri në 12 gradë Celsius, Peshkopi 4 deri në 10 gradë Celsius, Tiranë 10 deri në 14 gradë Celsius, Durrës 10 deri në 14 gradë Celsius, Kavaj 9 deri në 13 gradë Celsius, Elbasan 9 deri në 12 gradë Celsius, Berat 8 deri në 15 gradë Celsius, Korç 2 deri në 7 gradë Celsius, Vlorë 10 deri në 15 gradë Celsius, Gjirokastër 7 deri në 11 gradë Celsius, Sarandë 9 deri në 15 gradë Celsius.